Duke u nisur nga fakti se në komunën e Gjakovës ka një numër të madh të skamnorëve, atëherë ne si gjimnazist kemi vendosur që të organizojmë një koncert humanitar, ku nëpërmjet parave të mbledhura nga biletat do kontribuojmë me produkte ushqimore për familjet e varfra, thanë organizatorët e këtij koncerti. Duke ditë se detyrë çdo qytetari është me kontribu për vendin e vet, ne mendojmë që organizimi i një koncerti i shkon ideja më e mirë. Këto gjitha parat e biletave qitura që kanë më mbledh, kanë më shkuar në llogarit kuq, pastaj me këto para kemi me bler produkte ushqimore për familjet me nevoja. Ndërsa këngëtarët Albi Gjepa dhe Estela Nikuliqi mendojnë se koncertet e tilla duhet të organizohen më shpesh. Një iniciativë shumë e bukur, një vullnet shumë i madh prej këtyre organizatorëve, shumë të ri po me vullnet shumë të madh dhe vullnet shumë i qëllun. Ka shumë familje në Gjakovë që kanë nevojë për ndihmën tonë, nëse mund i thonë ndihmë, po sado me mundësitë tona ne mundohem me kontribu sot. Shpresoj që ka me pas sa më shpesh si iniciativa. Në ditët ku po jetojmë vjen mirë që të rinjtë e Gjakovës marrin pjesë për aktivitetet e tilla. Dhe në momentin që më është bërë thirrja më njëherë kam pranuar dhe gjithmonë jam pranishme në kësaj aktivitete. Nuk vënoi shumë dhe salla Pallatit të Kulturës u mbush përplot me qytetarë. Në koncert përpos pikave muzikore kishte edhe pika vallëzimit të stileve të ndryshme. Pati edhe humor të organizuar nga vetë gjimnazistët. Në koncertin humanitar morën pjesë Flaka Krelani, Albi Gjepa, Vesa Smulica, Florenta Brashi, Festina Mizini, Estela Nikuliqi, Edi Ermeni e të tjerë.